Vendimi i SPAK për të marrë të pandehur Ilir Metën ka bërë bujë në mediat e huaja. Associated Press ka bërë një artikull të gjatë, teksa ky artikull më pas është pasqyruar në shumë media të tjera të huaja, përfshirë Washington Post. Sipas artikullit, ai rrezikon 12 vite burg, teksa theksi vjet tek fakti se Meta ka mbajtur çdo lloj posti të mundshëm. Lajmi i plot. Ish-presidenti shqiptar Ilir Meta është zyrtarisht në akuzë për korrupsion, pastrim parash, evazion fiskal dhe fshehje pasurie, njoftoi avokati i tij të martën. Akuzat ju komunikuan Metës përmes një raporti prej 192 faqesh, të hartuar nga prokurorët e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, e cila merret me çështje që përfshin zyrtar të lartë politik dhe shtetëror, sipas avokatit Kujtim Cakrani. Meta, 56 vjeç, themeluesi i Partisë së Lirisë me orientim të majt, u arrestua në tetor. Në një postim në Facebook, Meta shkroi se mezi pret fillimin e gjyqit, i cili do të jetë publik dhe do t'i tregojë botës se SPAK është një marionet në duart e kryeministrit Edi Rama. Ai gjithashtu e cilësoi SPAK-un si një task force anti-opozit të Ramës. Partia Socialiste në pushtet e Ramës fitoi me një rezultat dërmues në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duke siguruar 83 mandate në parlamentin prej 140 vendesh. Meta, i cili ka shërbyer si president nga viti 2017 deri në vitin 2022, ka qenë një kritik i ashpër i Ramës dhe e ka cilësuar çështjen ndaj tij si një sulm politik të motivuar kundër një lideri të opozitës. Nëse shpallet fajtor, Meta përballet me një dënim deri në 12 vite burg. Ish bashkëshortja e Metës, Monika Kryemadi, deputete dhe ish kryetare e Partisë së Lirisë, gjithashtu akuzohet për të njëjtat vepra penale. Dy persona të tjerë të lidhur me këtë çështje janë akuzuar për pastrim parash dhe korrupsion. Meta ka mbajtur thuajse të gjitha postet më të larta në Shqipërinë postkomuniste, duke filluar si deputet për të vijuar si ministër i jashtëm, ministër i ekonomisë, tregtisë dhe energjisë, zëvendës kryeministër, kryetar kuvendi e më pas president. Prokurorët thonë se gjatë kohës që ishte ministër i ekonomisë, tregtisë dhe energjisë, Meta ka abuzuar me detyrën për ndikuar në biznese të ndryshme, nga të cilat ai dhe Kryemadi kanë përfituar shumë të konsiderueshme parash. Meta gjithashtu akuzohet për mos justifikimin e afro $460.000, 404.000 euro të shpenzuara për lobim në Shtetet e Bashkuara. Meta dhe Kryemadi akuzohen gjithashtu për blerje pasurish me para të përfituara në mënyrë të palikshme apo për mos deklarim të shpenzimeve personale shëndetësore. Shqipëria, e cila ka nisur negociatat për antarësim të plotë në Bashkimin Evropian, është përballur për dekada me korrupsion, i cili ka penguar zhvillimin demokratik, ekonomik dhe social të vendit. Institucionet e drejtësisë të krijuara me mbështetjen e BE-s dhe SBA-ve kanë nisur disa hetime ndaj zyrtarëve të lartë të qeverisë, të akuzuar për përfshirje në afera korruptive. Sali Berisha, ish president dhe ish kryeministër, aktualisht deputet dhe kryetari i Partisë Demokratike, forca kryesore opozitare, është gjithashtu në akuzë për korrupsion dhe po pret të dalë në gjyq.